Universi vendos ekuilibrin. Peshorja shkon jetën e të gjitha shenjave. Dielli ka hyrë në shenjën e peshores dhe kjo periudhë do të trazojë jetën e të gjitha shenjave të zodiakut. Ky tranzit sjell ekuilibër, por edhe sprov. Disa do të përjetojnë dashuri dhe mundësi të reja financiare, të tjerë do të përballen me vendime që ndryshojnë gjithçka. Energjia e peshores kërkon harmoni, drejtësi dhe vendosje të balancës në marrëdhënie e situata të vështira. Por kujdes, aty ku mungon sinqeriteti, peshorja do ta nxjerrë në pa dhe nuk do t'ju falë. Çfarë do të thotë kjo për shenjën tënde? Qëndro deri në fund të videos dhe zbulo mesazhin që universi ka për ty në këtë periudhë të veçantë. Dashi, energjia e peshores vendos fokusin tek marrëdhëniet. Ky është momenti kur çdo gjë që lidhet me dashurinë dhe partneritetet do të marrë një kthes. Nëse ke një lidhje, pritet të sqarohen dilema të vjetra, por jo gjithmonë në mënyrë të qetë. Një bisedë e fortë mund të nxjerrë në pa të vërteta të fshehura. Për beqarët, shfaqet dikush i ri që do të testojë durimin dhe vendosmërinë tënde. Në punë, bashkëpunimet janë kyç, një partner i ri apo një marrëveshje do të hapë një derë që nuk e prisje. Financat lidhen drejt për drejt me ekuilibrin. Shpenzimet e tepruara mund të krijojnë stres, por një mundësi e re financiare vjen në horizont. Shansi yt vjen nga aftësia për të mbajtur balancën mes asaj që jep dhe merr. Demi, peshorja të shtyn të kujdesesh më shumë për rutinën dhe shëndetin. Në këtë periudhë mund të ndihesh i mbingarkuar me përgjegjësi, por universi të thotë se është koha për të vendosur rregull. Në punë, kolegët ose një projekt i ri mund të të sjellin stres, por edhe një shans për të treguar aftësitë tua. Financat përmirësohen ngadalë me hapa të vegjël, por të qëndrueshëm. Në dashuri, partneri ose dikush i afërt mund të kërkojë më shumë kohë dhe vëmendje nga ty. Kjo është periudha kur duhet të vendosësh kufijt mes të tjerëve dhe vetes. Ekuilibri vjen duke mos harruar nevojat e tua personale. Kujdes me shëndetin, është koha të marrësh më seriozisht pushimin dhe energjinë tënde. Shansi yt qëndron tek përkujdesja dhe stabiliteti. Binjakët, ky tranzit hap dyrë në fushën e dashurisë dhe krijimtarisë. Nëse je në lidhje, do ndjesh një energji të fortë, pasioni dhe rinovimi. Për disa, kjo mund të sjellë dhe dilema mes zgjedhjeve, por universi të shtyn të ndjekësh zemrën. Për beqarët, kjo është periudha ideale për të njohur dikë që sjell argëtim dhe emocion. Në punë, mund të hapet një mundësi e re që lidhet me idetë kreative, artin apo diçka që të bën të ndihesh i lirë. Financat do të kenë rritje, sidomos nëse investon në talentet e tua. Kujdes vetëm nga shpërqendrimet. Peshorja kërkon që ta përdorësh kohën me mençuri. Shansi yt qëndron në pasionin që sjell gëzim dhe frymëzim të ri. Gaforja, energjia e peshores vendos fokusin tek shtëpia dhe familja. Në këto ditë mund të ndjesh nevojën të rikthehesh tek rrënjët ose të përballesh me çështje të vjetra në marrëdhëniet familjare. Mund të ketë biseda të vështira, por gjithçka bëhet për të sjellë paqe. Në punë, ndihesh i tërhequr drejt projekteve që të japin siguri afatgjatë. Financat lidhen ngushtë me menaxhimin e kujdesshëm, mos lejo emocionet të shtyjnë drejt shpenzimeve impulsive. Në dashuri, partneri do të kërkojë më shumë stabilitet ose përkushtim. Nëse je beqar, mund të njohësh dikë nëpërmjet rrethit familjar ose miqve të afërt. Ky tranzit është një ftesë për të balancuar botën e brendshme me përgjegjësitë e jashtme. Shansi yt qëndron tek aftësia për të gjetur harmoni në vendin që e quan shtëpi. Luani, peshorja ndes fuqishëm fushën e komunikimit. Do të gjesh veten duke diskutuar më shumë, duke marrë pjesë në biseda që sjellin mundësi dhe duke krijuar lidhje të reja. Në punë, një ide ose një projekt i shkurtër mund të hapë dyrë më të mëdha. Financat lidhen me marrëveshjet, kujdes çfarë nënshkruan. Në dashuri, komunikimi është çelësi. Një bisedë e hapur me partnerin mund të ndryshojë dinamikën e marrëdhënies. Për beqarët, një njohje e re vjen përmes rrjeteve sociale ose një rrethi të afërt. Ky tranzit është një periudhë ku fjalët kanë fuqi të madhe, përdori me mençuri, sepse mund të sjellin ndryshim të madh në fatin tënd. Virgjëresha,
Ky tranzit të sjell fokus tek vlerat personale dhe financat. Peshorja të bën të mendosh më shumë mbi atë që ka vërtet rëndësi për ty, jo vetëm materialisht, por edhe shpirtërisht. Në punë mund të shfaqet një ofertë që të sjellë stabilitet ose mundësi për të rritur të ardhurat. Financat përmirësohen, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Në dashuri mund të ndjesh nevojën për të ndarë më shumë me partnerin, ose të kuptosh nëse marrëdhënia ka vlerën që kërkon. Ky tranzit të shtyn të rikujtosh se çfarë meriton dhe si të mbrosh atë që ke. Shansi yt qëndron tek aftësia për të vlerësuar më shumë veten dhe burimet e tua. Peshorja. Ky është momenti yt i shkëlqimit. Me diellin në shenjën tënde, universi të vendos në qendër të vëmendjes. Do ndjesh energji të reja, guxim dhe dëshirë për të rifilluar projekte të reja. Në punë, ke shansin të marrësh drejtimin ose të vlerësohesh për aftësitë tua. Financat do të ndihen më të balancuara, sidomos nëse ke bërë përpjekje për stabilitet më herët. Në dashuri, partneri shet tek ti siguri dhe dritë. Kjo është periudha për të përforcuar marrëdhënien ose për të filluar një të re të fortë. Ky tranzit të dhuron energji rinovimi dhe çdo hap i hedhur tani ka fuqinë të çojë më lart. Akrepi. Peshorja ndikon në botën tënde të brendshme, duke nxjerrë në pah mendime, ëndra dhe frikëra. Mund të ndjesh nevojën të izolohesh për të reflektuar, por brenda këtij procesi fshihet fuqia për të rilindur. Në punë, projektet prapaskenj mund të sjellin shpërblime të papritura. Financat kërkojnë kujdes, mos u ngut për vendime të mëdha, sepse gjithçka ka nevojë për kohë. Në dashuri, ky tranzit të shtyn të zbulosh të fshetat e partnerit ose të marrëdhënies. Për beqarët, një lidhje e fshehtë ose e papritur mund të shfaqet. Shansi yt qëndron tek aftësia për të parë përtej dukshmes dhe për të shfrytëzuar fuqinë e intuitës. Shigjetari. Ky tranzit është për ty një periudhë sociale dhe e mbushur me mundësi. Peshorja sjell njerëz të rinj në jetën tënde, shoqëri të reja dhe projekte kolektive që të frymëzojnë. Në punë, bashkëpunimet janë çelësi i suksesit. Sa më shumë të lidhesh me të tjerët, aq më shumë do të fitosh. Financat lidhen me idetë e përbashkëta. Një investim ose një projekt grupi mund të sjellë përfitime. Në dashuri, miqt mund të luajnë një rol të rëndësishëm. Një lidhje mund të lindë nga një miqësi. Ky tranzit të jep shansin të zgjerohet rrethi yt dhe të gjesh frymëzim tek të tjerët. Britsjapi. Peshorja sjell fokus tek karriera dhe imazhi publik. Këto ditë mund të përballesh me sfida, por edhe me shanse të mëdha për sukses. Në punë, një projekt i madh ose një mundësi drejtimi mund të shfaqet. Shefat ose figura me ndikim shohin tek ti aftësitë për të marrë përgjegjësi. Financat lidhen me statusin, një rritje ose një ofertë e re mund të sjellë stabilitet. Në dashuri mund të ndjesh presionin e kohës, por universi të thotë të mos harrosh edhe zemrën. Ky tranzit është një periudhë ku puna dhe dashuria kërkojnë ekuilibër. Shansi yt qëndron në guximin për të marrë përgjegjësitë që të çojnë lart. Ujori. Ky tranzit zgjon tek ty dëshirën për njohuri dhe për të dalë nga rutina. Peshorja të shtyn drejt udhëtimeve, studimeve ose eksperiencave që të hapin mendjen. Në punë mund të të ofrohet një mundësi që lidhet me një trajnim, një udhëtim apo një projekt ndërkombëtar. Financat përmirësohen nga ide të guximshme dhe të reja. Në dashuri, ke nevojë për hapësirë dhe liri, por kjo nuk do të thotë mungesë ndjenjash, përkundrazi, lidhjet mund të bëhen më të thella kur respektohet liria. Ky tranzit të sjell një shans për të parë botën me sy të rinj dhe për të zgjeruar horizontet e tua. Peshqit. Energjia e peshores vendos fokusin tek financat e përbashkëta dhe intimiteti. Nëse je në lidhje, ky është momenti për të diskutuar hapur mbi ndarjen e përgjegjësive dhe për të forcuar besimin. Mund të shfaqet një mundësi financiare përmes partnerit ose dikujt që të mbështet. Në punë, një projekt i përbashkët sjell fitime, por kërkon bashkëpunim dhe besim. Në dashuri, lidhjet marrin një thellësi të re, mund të përjetosh një intimitet më të fuqishëm ose një lidhje të papritur që të lë pa fjalë. Ky tranzit të jep shansin të rrisësh besimin dhe të ndërtosh baza të forta për marrëdhënie dhe stabilitet financiar.
Ky ishte mesazhi i universit ndërsa dielli ndodhet në shenjën e peshores. Disa prej jush do ndjejnë harmoni, të tjerë do përballen me sprova, por një gjë është e sigurt, ky tranzit do të trazojë ekuilibrin e secilit. Nëse dëshiron të mos humbasësh mesazhet e ardhshme të universit, mos harro të bësh subscribe, të shtypësh like dhe të ndash këtë video me miqtë e tu. Kujto gjithmonë, universi flet dhe ti duhet ta dëgjosh.